Në kantierin e rrugës në Prekal, kryetari i Bashkisë Shkodër ka inspektuar nga afër punimet që po kryhen në këtë zonë, pas dëmtimeve të shkaktuara nga kushtet e vështira atmosferike. Punimet po vijojnë pa ndërprerje deri në orët e vona të mbrëmjes, me qëllim rikthimin sa më të shpejt të kalueshmërisë së rrugës për banorët e zonës. Kryetari i Bashkisë Shkodër u shpreh se ky është një segment me rëndësi të veçantë, pasi lidh 3 zona dhe ka një rol të rëndësishëm në lëvizjen e banorëve dhe në aksesin e shërbimeve. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Mikel Kopsaj, bëri me dije se ekipet janë çdo ditë në terren, duke punuar në kushte të vështira për të garantuar qarkullimin dhe sigurinë rrugore. Sipas parashikimeve, segmenti pritet të jetë i hapur për banorët gjatë javës së ardhshme. Jemi përqendruar këtu me gjitha forcat me të drejtën, është një ndërhyrje e vështirë teknike. Rruga është e rëndësishme për lidhjen e gjithë zonës. Janë 3 komuna që lidhen këtu, kështu që e kemi fokusuar forcat në riparimin e kësaj rruge. Është gati 35 metra i gjatë dhe një lartësi 10 metra. Sigurisht është një mur betoni që po realizohet. Shpresojmë në këto 2-3 ditë të përfundojmë. Do ta falenderoj shumë Mikelin që ka ndjek gjithë nga afër këtë punë dhe gjithë brigadën. Dhe mendoj që në pak ditë do ta kemi të aksesueshme. Ne nga data 3 janar, do të thonë, punëtorët e Bashkisë Shkodër janë punë ditë për ditë, edhe ditën e dile. Besoj mrena 3 ditësh bëhet e qarkullueshme aksi. Terreni ka njerëz zakonisht të vështirë, kushtet që shikojmë edhe në poshtë edhe të rrugë, materialet gërimimet i bajnë të ispostu me makineri, të i përcjell me makineri, por puna ka merit me shumë knaqshme, ka probleme, puna është cilësore, besoj edhe banorët janë me kuptueshëm, na kena bërë maksimum.